dhe sot po rrezikon të mbytesh nga një pushtet që nuk të meriton. Mirëmbrëma popull që ke duruar më shumë se ç'duhet dhe ke heshtur më gjatë se ç'lejohet. I nderuar lider i opozitës shqiptare, profesor doktor Sali Berisha, të dashur të rinjet e reja, student, gjimnazist, arsimtar, njerëz të thjesht, profesionist, prindër, pensionist që sot keni mbushur sheshin plot. Unë jam Desada Gjetani, një 22 vjeçare plot ëndra e shpresë, një studente ekselente që erdha sot këtu pas provimit. Jo sepse më pëlqen rrëmuja e sheqeve, por sepse ky vend e ka bërë të pamundur luksin e qetësisë. Sepse sot në Shqipëri, kush studion pa protestuar, thjesht po përgatit valixhen të largohet. Sepse në Shqipërinë e sotme, studenti nuk ka luksin të jetoj vetëm me libra. Ai duhet të mendoj për qiran, për ushimin, për punën e dytë, për prindrit që nuk ja dalin dot. Unë përfaqësoj një brez që është rritur me zvarfërisë, me semigrimit dhe gënjeshtrave politike. Një brez që ka parë Shqipërinë të zbrazet, shtëpi më shtëpi, fshat më fshat, familje më familje. Dhe sot e them pa hezitim, kjo qeveri ka dështuar ndaj rinisë, ka dështuar ndaj arsimit, ka dështuar ndaj prindërve tanë, ka dështuar ndaj pensionistëve. Dhe mbi gjitha, ka dështuar ndaj Shqipërisë tonë. Na kanë thënë të kemi durim, 13 vjet durim, 13 vjet pritje, 13 vjet justifikime. Durimi i zgjatur për padrejtësisë nuk është më virtyt, është dorëzim. Pa dorëzohen shqiptarët e ndershëm, kurrë nuk dorëzohen. Sot një student shqiptar ku shkon të kërkoj punë, nuk pyetet çfarë di, por kënje. Nuk pyetet çfarë vlen, por pyetet a je patronazhist. Nuk gjem askund meritokraci, por gjithkund mediokritet. Unë studioj për arsim, dhe po, e di, kjo qeveri e përbuz arsimin, sepse arsimi prodhon mendim kritik, dhe pushtetet e dopta kanë frikë nga mendimi kritik. Analfabetizmi politik është alati i tyre më i madh. Kjo qeveri nuk kursen askënd të dashurit e mi, as fëmijët, as të rinjt, as prindërit, as gjyshërit, as vendin, as kombin tonë. Prindër shqiptar, ju që punoni 2 ose 3 punë për të mbajtur fëmijët në shkollë, a është kjo Shqipëria që ndërruat? Sa net pa gjumë keni kaluar duke llogaritur si ta mbyllni muajin? Po ju pensionist që keni ndërtuar këtë vend me djerës, a është kjo pleqëria me dinjitet që ju premtuan? A është kjo Shqipëria për të cilët punuan gjithjetën? Arsimtar, si mund të kërkohet cilësi kur ju trajtoni si shpenzim dhe jo si themeli kombit? Arsimtar, ju e dini çfarë paradoksi është të formosh breza, ndërsa vetë ju trajtojnë si të tepërt. Po ne të rinjt, pse ëndra jon ka gjithmonë adresë emigrimin? Pse na mëson të studiojmë por jo të qëndrojmë? Pse na kërkojnë të duam atë dheun, por na detyrojnë ta braktisim atë? Pse pranojmë të largohemi një nga një në vend që të qëndrojmë bashkë? Sa diploma duhet të ikin nga ky vend që dikush të mbajë përgjegjësi? Deri kur do ta quajmë zgjedhje personale atë që është dështim shtetëror? A do t'jemi në brezi që iku në heshtje, apo brezi që qëndroi dhe ndryshoi fatin? Historia nuk do të pyeti sa vjeç ishe, por çfarë bëre kur ishte radha jote? Kjo nuk është krizë, kjo është dramë kombëtare. Kemi dëgjuar na thonë, fajin e ka opozita. Po si mund ketë faj opozita kur 13 vjet nuk ka qenë në pushtet? Po, patjetër, opozita nuk është e përsosur, por varfëri nuk e shkruan opozita. Emigrimi nuk organizon opozita, shpopullimi nuk e zbaton opozita. Këto janë pasoja direkte të kësaj qeverisje. Duan të na ulin kokën, t'i falenderojmë për thërrimet, të heshtim që të mos humbim asgjë. Por, unë dua ta them qartë nga ky shesh, ne nuk jemi popull lypës, ne jemi qytetar të një vendi që meriton drejtësi. Faik Konica parlemroi se Shqipëria mund të vdesë nga politikanët. Sot nuk jemi në fazë parlemrimi, jemi në urgjencë historike. Migjeni shkroi për mjerimin dhe revoltën një njeriu të shtypur. Sot mjerimi nuk është më metaforë letrare,
është fytyra e pensionistit, është loti i nënës, është valixha e të riut. Ky nuk është aksident politik, është strategji pushteti. Sepse kjo qeveri nuk kërkon qytetar të lirë, kërkon shërbëtor politik, nuk kërkon mendje të ndritura, kërkon servil të bindur. Prandaj arsimi për buzet, prandaj intelektuali përjashtohet, prandaj i riu i ndershëm largohet. Një pushtet që pasurohet mbi varfërinë e popullit nuk rrëzohet me lutje, rrëzohet vetëm kur qytetarët zgjedhin të mos kenë më frikë. Nga njëra anë është frika, nga ana tjetër është dinjiteti. Dhe një popull që zgjedh dinjitetin, herët avon e rrëzon çdo pushtet të kalibur. Dhe sot ne nuk kemi më kohë. Shqiptarët i kanë dhënë mjaft kohë kësaj qeverie. Sot është koha për aksion qytetar të pandalshëm, për qëndres, për përballje qytetare, me sakrificë nëse duhet. Jo nesër, jo kur t'ju vi radha, por sot. Se nëse historia na pyet çfarë bëhet kur Shqipëria po zbrazej, ne duhet kemi një përgjigje. Nëse jo ne, kush? Nëse jo sot, kur? Shqipëria nuk është pronë private, është amanet. Dhe amaneti nuk tradhtohet, ai mbrohet. Në këtë shesh, ne duhet të bëjmë një premtim kombëtar. Betim se nuk do të heshtim më. Betim se nuk do të përkulemi më. Betim se nuk do të lëmë Shqipërinë peng të një grushti njerëzis. Shqiptar, historia nuk na fal nëse ne heshtim. Ky është momenti ynë. Dhe për ta mbyllur kam një kërkesë thirrje për civilët që janë këtu në turm dhe për policët që janë përballë kryeministrisë. Shqiptari nuk e tradhton shqiptarin, as vllajën e vet, nuk duhet, është jashtë çdo norme dhe etike. Bashkohuni me ne, vendosni dinjitetin të parën, kapelja juaj ka vlerë, mos të ndyni atë. Sot mos guxoni të prekni asnjë të ri, se mallkimi i nënës, sepse nëse ju mallkojnë nënat nuk do të shihni më ditë kurrë. O tani, o kur, rrof Shqipëria, rrofshin qytetarët e lirë. Megjithëse po foli një re, studente, është nevojshme të përshëndetet forcat të rinjve të Shqipërisë në demonstratat e viteve 90, 91 dhe 92. Të kujtojmë edhe një herë thirrjen e thirrjeve, kundër së cilës po del për të disatën herë Edi Rama. Ju të ndiqni një insert të shkurtër.